të duam shumë fjallën tonë, shpirtin tonë, të themi çka kemi në zemër, të kemi pak më shumë kurajo, sepse edhe të sot që erdha në këtë event, pash sa gra me mendje të ndritura, pash gra të thjeshta, të cilat nëpërmjet këtij eventi kaq të bukur dhe bravo kush e organizon Iliriana kaq bukur me këto gra kaq të mrekullueshme që lirshëm than zërin e tyre për të ngritur jo vetëm figurën e gruas, shpirtin e gruas, por për të ngritur më tepër atë zë që pak dëgjohet. Dhe prandaj ka rëndësi. Unë u emocionova, vetë unë jam kompozitore dhe në dha një emocion pa parë. Dhe ato poezi që u interpretuan aq bukur, më lanë një mbresë dhe thash duhet lexuar më shumë. Edhe një krahasim të desha, burrat I respektonin më shumë gratë dikur apo sot? Ka ndryshuar? Po, mire the, tash unë si Dian, sigurisht që ka ndryshuar, por unë si Dian po e them në konceptin tim, pavarësisht se vetë për shembull kam pasur fatin që të më dëgjohet fjala dhe nuk e kam ndjerë te bashkëshorti Vangel Toçe, aktori, por është e vërtetë ashtu si thatë pyetja shumë e bukur. Ka ndryshuar, natyrisht që ka ndryshuar. Mbase ajo ka qenë një tabu, le të themi që nuk ka qenë në traditën shqiptare, ka qenë në mentalitetin e mykur të disa burrave, le të themi dikur, por sot është më ndryshe, është hapur mendja